Një fenomen i rrezikshëm po shfaqet në rrjetet sociale dhe po godet drejt për drejt një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, turizmin. Nuk bëhet fjalë për kritik normale ndaj një biznesi, as për pakënaqësi të zakonshme klientësh. Bëhet fjalë për një formë të represioni online, ku faqe të ndryshme në TikTok dhe rrjetet sociale u bëjnë thirrje ndjekësve të tyre të lënë vlerësimet negative ndaj strukturave turistike, hoteleve apo bizneseve që ata i perceptojnë si të lidhura politikisht ose si simpatizant të qeverisë. Fenomeni sipas policisë së shtetit është përhapur në të gjithë vendin, ku janë evidentuar raste kur e njëjta llogari ka publikuar vlerësime negative për biznese në qytete të ndryshme si Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Sarandë. Blu Televizion kontaktoi me një strukturë hotelerie në Vlorë, ku brenda pak orësh në Google janë shfaqur qindra vlerësime negative, pjesa dërmuese me një yll. Nga materiali monitoruar rezultojnë rreth 217 review të kapura në një harë kohor prej 4 orësh, ku rreth 208 janë negative, me një yll pra afërsisht 96% e totalit. Një volum i tillë nuk është normal për një strukturë turistike, edhe nëse do të kishte pakënaqësi reale nga klientët. Shumë prej komenteve nuk përmbajnë asnjë përshkrim konkret për qëndrimin në hotel. Nuk ka datë rezervimi, nuk ka dhomë të identifikuar, nuk ka shërbim të përshkruar, nuk ka faturë, nuk ka histori reale klienti. Shumë prej tyre janë thjesht rooms service, location, bad service, skandal, don't go, emoji apo fraza të përsëritura. Në disa raste shfaqen dhe emra të pazakontë profilesh si Test One, Photoshop Tutorial, Growth Media, Open. Çka shton dyshimet se komentuesit kanë qenë vërtet klientë real të resortit. Duhet të kuptohemi këtu që nuk jemi kundër kritikave të vërteta. Çdo klient ka të drejtë të ankohet, të shkruajë përvojën e tij dhe të paralajmërojë të tjerët nëse është trajtuar keq, por kur qindra profile sulen brenda pak orësh me të njëjtën gjuhë dhe me mungesë të plot detajesh, atëherë nuk jemi më te kritika, jemi tek sabotimi dhe agresioni digjital. Më shqetësuese është arsyeja që qëndron pas kësaj vale. Sipas sinjalizimeve nga rrjetet sociale, disa faqe në TikTok po e paraqesin këtë si një lloj revolucioni kundër njerëzve që i perceptojnë si të lidhur me pushtetin. Por në realitet, ky nuk është revolucion. Kjo është luftë civile digjitale. Kjo është shqiptar kundër shqiptarit. Dhe kur godet turizmin, nuk dëmtohet vetëm një pronar hoteli. Dëmtohen punonjësit, recepcionistët, kamarierët, kuzhinierët, pastrueset, furnitorët, taksistët, gujdat turistike dhe imazhi i Shqipërisë në sytë e turistëve të huaj. Një review negativ në Google nuk është thjesht një koment. Për një turist të huaj që kërkon hotel në Shqipëri, ajo është një sinjal besimi ose mosbesimi. Kur një strukturë turistike mbushet brenda natës me qindra vlerësime me një yll, algoritmet e platformave e ulin në renditje, turistët hezitojnë të rezervojnë dhe imazhi i destinacionit dëmtohet. Në sezon turistik, kjo është si t'i vësh kazmën jo vetëm një biznesi, por gjithë ekonomisë lokale. Veprimtaria e sabotatorëve digjitale është vënë re edhe nga strukturat ligjzbatuese. Drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita në një konferencë përshtyp tash shqetësim serioz për një veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi i kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë rezultojnë indicje për ekzistencën e një rrjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për biznese të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Çdo përpjekje e organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Dua të bëj qartë se çdo person që do të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kundërligjshëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcën e ligjit. Kundërshtarët e kësaj qasje shohin deklaratën e drejtorit të policisë Skënder Hita për verifikimin e mbi 10.000 llogarive në rrjetet sociale si një sinjal të rrezikshëm për lirinë e shprehjes. Sipas tyre, nën petkun e luftës ndaj aktivitetit të koordinuar kibernetik, shteti rrezikon të kalojë vijën e hollë mes hetimit të sulmeve të organizuara dhe monitorimit të qytetarëve që shprehin pakënaqësi reale ndaj bizneseve turistike.
Kritikët argumentojnë se një review negative nuk mund të trajtohet automatikisht si kërcënim, pasi konsumatori ka të drejtë të denoncojë çmimet e larta, shërbim të dobët apo abuzime. Ata paralajmërojnë se nëse policia vendos në fokus qytetarin që ankohet dhe jo biznesin, që mund të ketë shkelur standardet, atëherë institucionet nuk po mbrojnë më konsumatorin, por po krijojnë perceptimin se mbrojnë interesa ekonomike të caktuara. Në këtë mënyrë frika është se debati për turizmin mund të kthehet nga çështje shërbimi dhe transparence në një betejë ku çdo kritik online shihet si sulm dhe çdo pakënaqësi si dosje për verifikim. Por ironia është e hidhur, ata që pretendojnë se po luftojnë sistemin, në fakt po godasin vendin e tyre, po i thon turistit huaj mos e ja këtu. Po i thon tregut ndërkombëtar se Shqipëria është e pasigurt, e pa organizuar, e mbushur me konflikte dhe sulme online. Ky nuk është patriotizëm, është autogol. Shqipëria ka vite që përpiqet të ndërtojë një imazh turistik në rajon dhe në Europë. Ky imazh nuk prishet vetëm nga çmimet e larta apo shërbimi i dobët. Prishet edhe nga shqiptarët që në emër të mllefit politik kthehen në batalione keqbërësish dhe ligjshkelësish online kundër bizneseve shqiptare. Por kazma që sot i vihet një operatori turistik kushdo qoftë ai, nesër do të na shemb jo vetëm Shqipërinë turistike, por të gjithë Shqipërinë, për të cilën këta patriot e tigrat tastiere po luftojnë